Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Aksioni i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës para objektit të qeverisë ka vazhduar edhe ditën e sotme në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstituive të kuvendit. Deputetët e grupit parlamentar të PDK-s kësaj radhe janë mbështetur edhe nga përfaqësues të strukturave të partisë nga Mitrovica, të cilët deklaruan se përmes këtyre aksioneve po kundërshtojnë zvarritjen e procesit të konstituimit të institucioneve të reja. Pas pak, deputetët e PDK-s dhe Aleancës do të mblidhen në sallën e seancave plenare për të kërkuar nga partia e parë konstituimin e kuvendit. Edhe sot jemi këtu para dyerve të qeverisë bashkë me kolegë nga Partia Demokratike, Aleanca dhe struktura tjera të dy partive, për të vetëm qëllim që të tregojmë Albin Kurtit, t'ja rikujtojmë që askush nuk është mbi kushtetutën. Deputeti Kurti mundet edhe me ikë nga përgjegjësia që dalë dhe të jap llogaritën një para nesh, mirë po nuk mund asnjëherë të ikë para përgjegjësisë ndaj respektimit të rendit dhe ligjit dhe ndaj respektimit të vullnetit të qytetarëve. Deputeti Kurti që ka uzurpu pozitën e kryeministrit, duke qenë njëkohësisht deputet bashkë me varësit e tij, ka uzurpu institucionin edhe të kuvendit, pra si institucion më të lartë ligjvënës, duke bloku jetën e qytetarit që nga niveli lokal, pra duke keqpërdor buxhetin, duke ngulfat zhvillimin e bizneseve, bizneset po mbyllen çdo ditë dhe mesazhin që po e përçon tek qytetari thjesht është që ky vend po shkon çdo ditë duke u bë jeta më vështirë për të jetuar për shkak se një njeriu ju ka tek që të bllokoj institucionet në vend. Ndërkohë Aleanca ka dorëzuar sot kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj qeverisë në detyrë dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti për vendimet e marra në mbledhjen e 12 gushtit. Deputeti AK-s Besnik Tahiri tha se bëhet fjalë për 17 vendime për emërimin e komisioneve për rekrutimin e zyrtarëve të lartë shtetëror, për të cilat sipas tij qeveria në detyrë nuk ka pasur kompetencë t'i marrë. Qeveria në detyrë, quhet qeveri në detyrë për shkak se nuk është qeveri e votuar. Ajo e ka të ndaluar me ligjin për qeveri me marrë vendime që janë të ndërlidhura me 17 vendime të cilat janë marrë në mbledhjen e qeverisë për emërimin e komisioneve për rekrutimin e zyrtarëve lartë shtetëror në agjenci ekzekutive, në agjencione qeveritare, mirë po në një rast edhe në përzgjedhjen e sekretarit të përhershëm. Qeveria në detyrë nuk guxon në asnjë moment të shkel ligjin që vetë ka miratuar. Ligjin për qeveri në ligj, cilin kemi punuar edhe ne këtë qeveri. Vazhdojmë me lajmet tjera. Pas vrasjes 25 vjeçarës shtatzënë në fshatin Kërvasarit të Malishevës, Ministrja në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla ka zhvilluar një takim me përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës. Në takim kanë marrë pjesë përfaqësues të Policisë së Kosovës, Prokurorisë, Gjykatës dhe Qendrës për Punë Sociale me qëllim shqyrtimin e funksionimit të mekanizmave institucional dhe identifikimin e masave që duhen ndërmarrë për parandalimin e rasteve të ngjashme. Gërvalla ka thënë se rastet e tilla obligojnë institucionet të analizojnë me përgjegjësi funksionimin e mekanizmave ekzistues dhe të veprojnë më herët për të parandaluar humbjen e jetëve. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur rigjykimi ndaj ish-kryetarit të kuvendit, aktualisht ministër në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca, lidhur me rastin e hedhjes së gazit lëcjellës në kuvendin e Kosovës. Ai u deklarua i pafajshëm lidhur me akuzën për hedhje të gazit lëcjellës në kuvend.
Rigjykimi vjen pas vendimit të gjykatës së apelit, e cila kishte rrëzuar aktgjykimi lirues të themelorës të 26 shkurtit 2024 dhe e kishte kthyer çështjen në rishqyrtim. Në vendimin e parë, konjufsa ishte liruar nga akuza për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm, pasi gjykata kishte vlerësuar se nuk ishte provuar kryerja e kësaj vepre. Ndërsa për akuzën për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, gjykata kishte konstatuar parashkrim. Rasti lidhet me ngjarjen e 10 gushtit të vitit 2016, kur sipas këtij akuzës, konjufca në cilësinë e deputetit kishte hedhur gaz lotësjellës gjatë një seance të kuvendit. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama ka vazhduar me akuza ndaj qeverisë së Kosovës për, siç thot, pengimin e projekteve zhvillimore në kryeqytet. Sipas tij, lëvizja vetvendosje duhet të tregojë se kush ka urdhëruar ndalimin e punimeve në fsheshin George Bush e ishullin urban. Rama ka ngritur pyetjen se kujt po i shërben bllokada dhe kujt po i pengon zhvillimi i kryeqytetit. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullim për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 ton. Sipas njoftimit, kufizimi do të zbatohet në autoudhë nga ora 11 deri në orën 17:30 për shkak të temperaturave të larta që parashikohet të arrijnë mbi 32 gradë Celsius, ndërkaq në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi i këtyre automjeteve do të lejohet pa kufizime. Nga kjo masë përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në hapjen zyrtare të Sepertin e 2026 në fshatin Kukaj të Prishtinës, një hapësirë e re e dedikuar artit dhe kulturës. Kurti tha se kjo hapësirë përfaqëson një kapitull të ri për artin dhe kulturën në Kosovë, ndërsa vlerësoi mundësitë për bashkëpunim të artistëve nga Kosova me ata nga rajoni dhe Evropa. Kurti e cilësoi pasuri për Kosovën faktin që në Kukaj zhvillohen 2 hapësira të rëndësishme kulturore, Sepertin dhe Etnofest. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.